fati i prind trimave edhe atyne të guximshëve. Dhe ne jemi ekip i guximshëm dhe unë mendoj me këtë guxim edhe fati do t'jetë me neve. Mendoni që do shkoj me të njëjtin informacion edhe ndaj Turqisë, pra me ato ndryshimet edhe vëmendjen në mbrojtje që ju thatë, pjesa tjetër mes fushat dhe sulmi? Unë mendoj Franco Foda do të shkoj me të njëjtin informacion, por do t'jap vetes të drejtë në këtë moment, sepse unë isha njëri prej përzgjedhësve pas luftës kur Kosova s'ishte e pranuar. Po kam qenë edhe para luftës, do thotë gjatë okupimit, kam qenë një 4 vite përzgjedhës atëherë kur Kosova s'kishte të drejtë të kualifikohej apo të merrte pjesë në gara ndërkombëtare. Dhe prandaj do të mundohem me i dhënë pakës të drejtë vetes, ndoshta në këto momente kur të gjithë po mendojmë që trajneri po e kryen punën mirë, mes në tyre jam edhe unë. Të gjithë po mendojmë se nuk duhet me u përzi në çështjet taktike, por megjithatë disa vërejtje të cilët mund t'i themi është mirë me i thonë, unë mendoj që Zhegrova ka vend në atë përbërje, ka vend emri i tij, ka vendi klubin të cilin ai e përfaqëson, sepse është një lojtar i Juventusit dhe është e palogjikshme që një futbollist që luan në Juventus, një potencial që llogaritet njëri prej talentëve më të mëdhej në besa edhe në Evropë, që mos me pas minutazh. Kështu që po mendoj që Zhegrova edhe mundemi me humbë në këtë formë pa këtë minutazh, se të njëjtën gjë po e përjeton edhe në Juventus. Më kujtohet kur Xherdan Shaqiri ishte në Bayern, ishte lojtar që kishte minutazh shumë të kufizuar, diku 10 minuta, edhe në Liverpool po ashtu kishte 10 minuta, apo nuk kishte në tërësi ishte 10 minuta, nëse mund të themi në 10 ndeshje mesatare ishte 10 deri 12 minuta. Por Xherdan Shaqiri ishte futbollist i pa diskutueshëm te përfaqësuesja e Zvicrës. Te Zvicra, e cila ishte në 15 vitet e fundit në mesin e 10 përfaqësuesve më të suksesshme, kur rangohet në rang listën prej vendit parë deri në vendin e 10. Zvicra, edhe Xherdan Shaqiri ishte i pa diskutueshëm, ishte gjithmonë në formacionin bazë të Zvicrës. Prandaj nuk di a kemi na luks që çifti i Zhegrovës të jetë lojtari i cili do të jetë në bankën e rezerveve edhe nuk do të ketë minutazh të mjaftueshëm. Tani për tani koha, rezultatet, loja i jep të drejtë Fodës, por unë mendoj që Zhegrova është luksi madh kjo për neve, nëse Zhegrovën dëshirojmë me lënë në bankë të rezerve, disi nuk po muj me kuptu këte, por sido që t'jetë, rezultatet janë aty, dhe unë uroj mos me pas të drejtë, po me pas drejtë Foda, sepse suksesit janë aty. Prandaj unë po shpresoj që në ndeshjen kundër Turqisë do të ketë minutazh, sepse ky emër qaq i fuqishëm në Evropë, hija e tij e ban edhe përgjegjësinë që na duhet për ndeshjen finale të barazhit kundër Turqisë. Profesor, të njëjtin debat e kemi edhe në Tiranë para dhe pas ndeshjes për Muçin, sepse po kalon një formë shumë të mirë në Turqi, por në fund fundit për trajnerin Silvinho ai nuk vlen të ishte nga formacioni i parë dhe zgjodhi eksperiencën përballë momentit të mirë që po kalonte Muçi, por edhe Mehmeti, pra dy lojtarë në formë të shkëlqyer. Ju si mendoni ky guxim që nuk e pati trajneri Silvinho? Mendoni që kjo ishte ajo që na ndëshkoi më shumë, se duhet kishte guxuar më shumë? Jemi në një situatë kur më lehtë mund të kritikojmë Silvinhon pasi që ndeshja është humb. Po është kundërta e Fotos që zgjodhi lojtarët e momentit. Po, edhe na Kosova fitoi dhe tani të drejtën e ka Foda, kurse Silvinho, unë te Silvinho kam pas vërejtjet mia edhe më herët, sepse pikë së pari Shqipërisi është dashur një portier me përvojë në port dhe një portier i cili ka shumë guxim. Dhe në mënyrë shumë të jo
jo pedagogjike, as kisha me thonë jo profesionale, largohet e Trit Berisha, i cili nuk është pajtu haptas shihet qartë, nuk është pajtu me Silvinjon, dhe një kapiten i ekipit që ka luajtur 100 ndeshje eliminohet në heshtje pa asnjë vërejtje të kërkuar. Dhe unë nuk po du me fajstu Strakoshën, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh, por në këto ndeshje barazhit, finalet, gjithmonë i duhet ekipit dikush me përvojë, dikush që është ka elementet liderit. Prandaj edhe goli i pranum Ram ishte gol që nga vija e portës e pa logjikshme, që thot i nevojitaj një portier me përvojë. Kjo është aty pjesa ma e ndishme. Pastaj në pjesë tjera të Muçi, kur unë pata rastin me ndigju deklaratat e yjeve të Polonisë, kujt i friksohen më shumë të ata thoshin Muçi. Kurse Muçi nuk ishte edhe kampionatin aty. Po, e një kampionati sigurisht. Është pa logjikshme kjo kokëforci e Silvinjos, i cili taktikisht e ka shtruar ndeshjen jashtëzakonisht mirë, sepse ishin lojtarët ata që bën gabime të rezultati 1-0, ishin 2 raste, të 1-1, kishim rast që të shenojmë se na përcollëm ndeshjen, edhe ata na hakmorën. Edhe me mbrëm Bajramit nuk e eci. Po, në përgjithësi përballë ishte Polonia shumë e fuqishme, edhe unë mendoj që Shqipëria ka bërë jashtëzakonisht një lojë shumë cilësore taktikisht, por gabimet që i ndodhen janë të pa tolerueshme, sepse kjo pjekuni që vendos për një sekond, për një moment gjatë lojës, ajo i kushtoi Shqipërisë me rënje nga ajo mundësia, nga ëndra që kualifikohemi gjithsesisht të shkojmë në botror. Kjo gjenerat Shqipërisë është vërtet cilësore, kualitative, po këto eksperimentet shpeshta unë mendoj që edhe Silvinjos i kanë kushtu, edhe Shqipërisë i kanë kushtu. Mendoj Muçi ka pas vend në këtë përbërje startuese, tu i pas parasysh formën çfarë ka pas. Profesore, diçka të fundit kam me Silvinjon për ta mbyllur. Duhet vazhdojnë në gjykimin tuaj apo kemi nevojë për energji të reja, për një start të ri, për një mobilizim të ri, pra për një grup ndoshta